Një orë xhepi prej ari e rikuperuar nga trupi i një prej pasagjerëve më të pasur të Titanic është shitur për shifrën rekord prej 1,78 milion pound në ankand. Isidor Strauss dhe bashkëshortja e tij Ida ishin mes më shumë se 1.500 njerëzve që humbën jetën kur anija që pullëtonte nga Southampton drejt New Yorkut u mbyt pasi goditi një iceberg më 14 prill 1912. Trupi i tij u rikuperua nga ujërat e Atlantikut disa ditë pas tragjedisë dhe me sendeve personale ishte ora e xhepit e Art 18 karat dhe markës Jules Jurgensen. Ora që kishte mbetur në pronësi të familjes së zotit dhe zonjës Strauss u shit ditën e shtunë nga kompania ankandeve Henry Aldrich dhe i biri. Zoti Strauss ishte një biznesmen amerikan i lindur në Bavari, si dhe politikan dhe bashkëpronar i zinxhirit të dyqaneve Macy në New York. Natën e mbytyjes besohet se bashkëshortja e tij refuzoi një vend në varkat e shpëtimit, pasi nuk dëshironte ta linte vetëm të shoqin dhe tha se zgjidhte të vdiste për krah të tij. Trupi i Ida Strauss nuk u gjet kurrë. Një letër e shkruar dhe postuar prej saj në bordin e Titanic arriti deri në 100.000 pound në ankand. Gjithashtu, një letër që përmbante listën e pasagjerëve të anijes së ndërtuar në